makinë 4x4. Po ja që argjën shumë për shembull. O gjend mirë vëlla, çfarë bën atë që e kalove? BMW thot. Ja, BMW-ja s'duhet që me himali. Do ta mbyll pak kamerën e rrush se kam pasur blokon live. A ma gjetë makinën apo? Ma gjetë makinë, po më shkruaj privat, më le numrin e telefonit, edhe pak ta gjeni makinë që kushton pak në një 4x4 mos harxoj shumë, ta kesh për mal. Okej vlla, respekt. Do të unë Shqipëri në mal rri për rëp shtëpi, po. Unë çfarë vende veti? Unë rrimi në fshat Elbasanit. Fjat punto, jo më rabor, se fjati puntos do të sana. Jo, fjat punto, jo, mos jem në i, ku ta dio, në i Kia Sportage, në i Kia Sandero 4x4 që e ki 10 Jeep Sa shkojnë? Sa shkojnë rëp? Po varet e mos kapëm në një kismet kur qëllon në njerë në italian, në plak italian që do me shtyp me 300-400-500 euro. 500 euro i do paka shumë me jo bizarka me ta pru Shqipëri, 500 euro i do ganë, shkojnë 2 milion lek shkojnë. Ta besh me letra kam fjallë, të. 2000, po s'po shku ka shumë. Po them të marrësh në një këshoj që e ka në i plak po të qëlloj në njerë si të më ka qëllu për shemë në kalume, të ka qëllu në i plak që do me ndru për shemë ble në makinë benzin ata, se këtu në Milano janë të i heqë to me nafto gjërat shodhe, po qëlloj në një okazion, jo që të bej pazar me ty, jo, se jam të marrë me pa pazar, Po mirë vlla, dakor vlla, po merr në veshë. Për zotin më shkruaj privat ma çon numrin se për zotin e madh. Kur qelloj në një kështu okazion, them rrugja ka ardhur, kjo për shembull bën 400 euro, 300 euro, 500. Aty po çose të pëlqen, çose të pëlqen, kismet tjetër, nuk ka problem. Domethënë mund ta marrësh me 400 atje, shko 2000 kënej. Po jo, po them ma le plaku mu do me 300-400 euro, 500, them ty nuk du me fitu asnjë gjë, them na tu ke numrin e bizargës, fol me bizargën, ta bjerin durës, shko të rëhiqe vetë, bëni doganë, letrat edhe jenë rregull, paguaj ti të tjera, dhe s'du leka, kupton. Nuk po them me bë biznes. Asaj po deshe një makinë qepit i ta gjejon, 5-6.000 euro, 7.000 euro, në i Jeep, ose në i gjaj që të shtonë këta këtua, kupton, po, unë po them makinë për qef, për halë Jeep, për gjiru aty në malë, ku je ti, kupton. Bravo! Ti po do të me mnimu o vlla, normal, respekt. Se ti s'pe ban me fitu. Jo se kena mundësim se mos me animu ti arush, se do fitojnë 100 euro, 200 euro, 500 euro, po s'fitova gja për i loja, punën ti me kam përdishme, shese blej makina ditë për ditë, tu në Itali, unë punoj për shumë në Itali, se sa jashtë për Shqipëri e venanea, kupton. Bravo, respekt, e shef sa ka njërës njërë. Me të baj nerë, kur kujtosh benzi me 3 teta do thush ti kjo është çuni mirë, aq mjafton, fjalla mirë. Bravo, respekt, normal e burr, nuk është puna veç për shembull me fitu ti 100 euro se do bësh pasunik ose 200. Po pranaj po them, u do të bi makinën, ti do më falësh mu një nga ato luk, nga ato pirunë, nga ato pjatat, nga ato që bën. Ti edhe ja marroj puna për shembull. Shembull, nuk po them se e dua, kupton. Fix. Po ja normale dha, noi punim droni ta bëjmë të bukur për shef ta bëj dhërat. Ti ai bën ka herë javë të kur i vjen ti makinat? A çdo muj? Me të anë drejt në t'i arush, unë tash, nuk qaj shumë makina në Shqipëri, rrallë, kër më kërkon në një për shemë në një makinë shumë e porosi, në i gjatë, në ma shumë këtu në Itali, mrenë për mrenë, Milano, a kuptar? Mrena për mrena Itali, okej. Do më të anë kam, për shemë, kër më kërkojnë ma shumë, kërkojnë ato Volkswagen Kadi, ato Fugona, kështu, a kuptar? Ato Fugonat e vejtë që janë shumë pasegjerë, kështu kërkojnë shpesh nga ata qoj shumë, do më thanë Shqipëri kështu, me njerës që njaf, njerës që shok mas shoku, gjera kështu për shemë, po shkojnë 2 milion, 3 milion lek, a kuptan? Do më thanë 2-3 mijë euro, se milion i bitë që kësi shumë, po. 2-3 mijë euro, a kuptan? Edhe golfa të qitë në Shqipëri shumë, aja? Po, are. Po benza për shembull a gjinën o vlla, sikur ky benzi se ka më 190 vjetër.
Po ata janë të vjetra Arush, nuk i pa dogana më. S'bën me pru për jashtit mo, ha? Nuk bën se nuk i lejon e Dirama me i fut poshtë Euro 4-s. Po se pa të ba tani Euro 5, nuk e di mirë se më duket ka ndryshuar ligji fare. Dhe më thonë edhe me gjithë se bjen dot. Ti po mund ta gjesh për shembull, mund ta fusësh për hekra, a kupton? Po hekra për shembull pagun, ku ta di unë, gjen një Benz për shembull e vitit 80, e merre çon Shqipëri e kalon për hekra, për pjesë, edhe ta marrësh atje në mal pa targa për shembull, siç ka mund xhipin e babit atje. Po a letra, Po me letra nuk e bën më, kupton se janë të vjetër, nuk e lejon shteti. Shiç çfarë thotë këtu, 2010 duan, jo më duket se kanë 2005 e sipër vëlla, Euro 4. dhe më thonë duhet makina 2010 e sipër me fut Shqipëri. Po nuk e di se si e ka bë ligjin tash, më duket se ka qenë 2005 e sipër Euro 4, me nuk e di mirë, gënjeja kupton. 2008 thot. Pinokjo thot o bosja ma gjen thot një se klas 2017-ës. O vlla, po më shkruaj privat o vlla, për që me bet tash po bëj dhe marketing, reklama ka Arusha. Shkruaj privat për çfarë ashtu dhe ta gjej, e kupton. Se klas. Ja, për shembull thot, jo duhet thot ky Artani thot Euro 5 thot tash. E pra ka ndryshuar ligjin, e kupton. Do të jetë Euro 5 e sipër në 2010 e sipër Arusha, e kupton. 2010 e sipër. Po, se e ka bëjë Edi Rama ligj. 2010 se sipër mund t'i bësh letrat, 2010 se poshtë nuk i bën letrat, mund ta kalosh për hekër me kile, ku diun sa paguën kilen e hekër, domethënë benzi peshon 2000 kile si bi, 2 ton, e paguën për hekër dhe mund ta marrësh o për pjesë ose mund ta bësh të marrësh pa letra, kupton? Vetëm me vajt mal. Po, me majtë mal pa letra për shembull atje, ti mund ta marrësh, kupton? Po policia me dasht, atë gjenë edhe në mal o vlla, apo thuhet i s'futet. Po pate njerë që t'ka zili, si që kanë zili, babin tim atje në fshat vjen policia dhe ta blokot bën gjop. Rëp, edhe në mal. Po s'pate spihuna dhe ziliqar, ka sa dush. E vërtetë. Ma kanë bëllë dhe mua atje në ke fshati im që unë rrim fshata, kupton, kur që di për shembull dhe Elbasanin, e di fshatin Gjinër, ja kanë bëllë për shembull, nga ardhë policia, po nuk ma ka bloku, po ka marrë një 500 ersh edhe ka ik të qeshta poshtë, kupton. E kanë pa ditë babin tënë si ka makinë pa letra. Po e kam unë i gjip atje, maj pa letra që të lëviz në Malta atje, kur i ikin e herë, kur shkojnë e herë rrallë Shqipëri që rri për shembull dalë një me gjujtë në gjah për shembull, ata ma kanë nalja 2-3 herë, kanë dash me bloku, po kanë marrë lekë, kanë ik. Po bosi, po unë po mora do marr 3 makina, një se klas, një A8, një e klas, se me duhen, ma pa. O vlla, se deshta me të pyet se tha kanë marrë lek policia. Po normal bre, se s'merr lek. A hala marrin pare? Ja, besoj matësh. Po qa du marrush vitën atje, ata ke fshati im atje, ku rriun atje, po s'morën lek, i futin 100 në hell atje, ata pap, ja 20 birra dhe e mrapsh. S'marr ka lek policia dhe që, hajde. Jo morla, s'kanë si me marrë, se këta qeveritarë thonë na kena hje korupcion ama. Ba. Nuk e di se unë se shof televizorin Allah, po si mas informacion. Të shi do lëqojnë, ta morin. Po s'ma merë njeri atje mua se i kam kapja 2-3 vetë atje në për maksimum do hanë një drek, një dark, një leka dhe të më bëj mua dhe. Po me shilu për shembull vlla si nuk e pranojnë thot, jo vlla, na nuk dën as lek as qingjas. Po bëjnë, dhe bëj gjop 2 milion lek dhe sekustroj dhe blej tjetër. Që dhe bëj? Qëllon, bë legu ja prish menin gjithve. Po normale po. E bra. Leku është i mirë, ka jo prish qeveritarëve, legu anë është thjesht. Kur vish Shqipëriu në Arush, sa herë që dalë për shembull, do hash i darë jashtë, dhe i pish 2 gota verë, dhe i pish. Mal kur i uj atje,
Thot, fry pak të thot. Po i dhe më qatë fry kote, kam patent italiane dhe mu. E mirë thot ai, po kthejam kështu thot më jepi letër fut brenda i 50 aty. A fut i 50 erës aty dhe ha shnet ik maron punë. Ku ja fut 50 euro në dorë? Ka letrat, bën sikur për unë letrat. A e merr 50 erës e ikën. Po sigur me filmuar ti valla, se thjesht po bëjmë muhabet për shef. Ke? Sigur me pas i kamerë në shef, ti këtu edhe filmon ti, trak edhe nuk din gjaj. Po pa e filmove njerë rast tjetër kur dali emri jo do tjetë, a futin edhe ai disa krau, vap edhe hajt shnet. Ti maj me të mirë me leka dhe njeri të bën dam edhe ti e në regull. Po filmove ti ta futaj. Po sa futi e do ta futi tjetri, po mrena e kja rull. Se kujtati se pa e filmove tjeta dhe do ta falin ty e ta pasdej? Ma mirë maj me të mirat, jepi në i leka dhe sa herë që pije exageron e qik, bej sigur së shofin. Okej, mirë e kirat, ma mirë me bajt mirë me ta vlla, qa po tut, mana bo. Normale, qa, pastaj jo të gjithë janë spihuna për që ta filmosh dhe bësh dhe vetë spihun e bën, ti qa të bësh, aj do të nali ty, ti ke pi, aj do të marri legun, ti bën video, po ti jenë spihun. Unë spion? Jo ti, jo, në kuptimin këtë do nali, jo ty, jo. A kupton? Po të nali mu për shemull, aj, unë do t'i bjap dhe lek, aj do më fali mu nuk do më heq një patentën dhe i bëj dhe i video, ashtu që më spihunun. Bez prem, shkel bukën, a kupton? Po shu i bi. Po je gabim o burë, sa jo është punëtor i shtetit, a i duhet me zbatu ligjin o vlla, shpun kaj me të marrë t'ju leko burë, mana burë. Po me zbatu ligjin e merë patentën, muaj, fut dhe i gjopë, muaj, se kam piju 2 gota verë se shkohë me dashurën me hangë dark jashtë. Qa ligjë është, e ligjë shkërdhat. Taj me dalim të hami dark jashtë dhe të pi mujë, mos e pi mi gotë verë, o i gotë birë. Po tem, okej, dakord, kur e ke exageru që ke pi shumë, aty le ta marri patentën e, po se ti dole për jashtë, pive një i gotë birë me i shok atje, o kane, mos u hargjo, vla, mos u hargjo. Hajtë marri patentën të ti. Aty e ke mirë. Po prandaj po them, pra. Se ti po që... Po. Ka dalë edhe ky ligj në Itali më duket si të fryn atë. Ka dalë, po dhe këtu ka dalë, po nuk ka... Mu, për shembull, gjithmonë kur dalë, po ti ruesh pak, po ti sillesh mirë, o ti arush, pas nuk u solle me parë dhe me gjenë, nuk të lanë, nuk bëjnë me frye, a kuptan. Se njerës janë dhe ata burë, kuptojnë dhe ata burë, njerës janë, në fundit, nuk janë se janë kafsh. Atë ka në herë ty. Ti po pa të pi, po që normal ta fute gjobe, patente, fryje ne, fryje këte, po të kesh pi birë, 2 bira, i tregon të vërtetën, qik ma bete, qik anë e këte, dhe të falin e burë, se njerës janë dhe ata, nuk janë kafsh, a kuptan. Në Itali, po, normal, biles, janë ma me logjikë se nërë. Për zati po, unë kudo që kam shku dhe në Gjermani, kam nejtë dhe në Spaj, kam nejtë edhe në Spaj. Në Spaj ishin kështu kur kapshin ata atje, kur dilshin posto blok ata e blokoshin rrugën krejt aty, vap, kap e fut gypa. Po të kishe pi pak, unë ka hetë ndoshta kam qellu nga që kam pas patent italiane, ku di unë, po kam qellu gjithmonë njerëz të mirë, a kupton? Po në gjova kështu, pa vaj video vlla atje në Itali, edhe me hongër tha një çokoladë me alkool, e din të çokoladat që majnë alkool më rënd. Po pa ma shumë e ka bë kështu e burr, e ka bë ky ministri, ky Salvini, e ka bë ma shumë për publicitet, për trem ma shumë se sa për ashtu, a kupton? Del pozitiv tha. Po del, ka çokolada me alkool, ka çokolada, ka lloj-lloje burr po. Pa janë ligje kode ato, votojnë ligje me bë presion njerëzve që ta ulin pak pijen, a kupton? Bravo. Ma shumë ashtë thujti për presion se sa për... Po presiona bërë nga që bëhen shumë aksidente, dalin shumë pimë, e ka një qik qefta, qik pije, qik shu budalishe tjera dhe i ma shumë e bën presion, thotë, po pive, thot,
Pish ti unë teq patentën, blokoj makinën, ngel kam me monopatin. Në këtyre italian ti hyn frika, se ka një qik frik. U hyn frika, të ngelim ne pa makinë, thot ai si do ikim punë, unë si do bëj këto, si do bëj ato, dhe ma shumë presion, a kupton? Qelloj në njerë për shembull që bëjnë kontroll kështu ata, ja futin 8 premtë të shtunë, diel, 4 ditë, vap, heqin ja 300 pa te. Tjerë tjetër rrera. Nuk i zon vlla. Çaj të pi për zotin, ujë ke aty para ki. Pse po thuaj, jo, raki. Raki, apo lexoja komente çfarë bashkë për thoshin ujë prandaj. Pra në mi qik thot taksia, do me ble atë më doget. Ky pra është, ky djali është ai që thonë të më bleja. Po si, se nuk më del ky mu mar vlla. Si ke emrin thuj? O, taksi Saran, mos e ke private vlla. Se mu nuk më del aty ndoshta- se si... Ruajnë diskotekat në Itali. Po dhe ato i ruajnë vlla, po jo dhe shumë, marrin lek, a kupton? Çdo gjë me lek apo. Se çka kujton ti këtu në Itali nuk marrin lek ata. Si, mori Marrin lek. lek sa. Si, polisi italian. Po normale kur ka. A, mos ja fut katër. Po si e rush marrin lek, ku ka polici nuk merr lek, o rush. Nuk merr qytetarit thjesht për shembull në rrugë. Po një pronar diskoteke që ka diskotek, merri këngëtar për dham, kur isha unë javën e tjetër, ishte Noizi, merri këngëtar që i jep 20.000 euro Noizit më ardh me knu 40 minuta, mund të marri për shembull 20.000 euro jep Noizit, ai mund të fitojë 60.000 euro. Po. 5.000 euro ja jep shefit policisë zonës, ai thot ke zona diskotekës time mos u afroni, se po afrohen ata nuk vend klientët, a kupton? Çdo gjë me lek. I jep 5.000 euro për shembull shefit, shefi do të mos u afroni ke zona ne, ti ikën pi, dal, shkon ke shtëpia dhe hash net. Jo, s'marrin dot. Ti thu, po, nuk i bajnë shumë energji të thjeshta, ma bën. Po normal, nuk ja marrin, nuk ta marrin ty për shembull, mu që je klient, po ja marrin pronarit, a kupton? Ti Men thu. duhet, jo. Si Bene s'marrin, si s'marrin kanë. Ku s'marrin e? A ke djodin e që ka nalë karabinier të burin e huj me qinqe bardhë duke kërës koti dhe 20.000 euro ja ka marrë dhe bardhën dhe kërës dhe zdeqen edhe ka thanë a do me të qua tje ke veni apo dhe iksh drejt, i ka thanë burri huj dhe iki drejt edhe ja ka falë. S'marrin, qatë marrin e? Po si e të marrin, pëse njerët janë dhe ata, i 2.000 euro rok marrin, 1.500, 1.700. S'marrin, të. Varë ku qëllon e vlla. Po drejt e kiti vlla. Leku për shembull me 20.000 euro i pëlqen edhe atij e burr, me rrap shtëpia, ha? Pra, kërkoni aty në internet ju, futët t'i edhe ajo stacioni policisë në Piacenza. E myllën fare stacioni policisë në Piacenza. Kap marrokin ata, merr çokoladën, kap shqiptar, merr të bardhën, kap ata, merr këta, rrif ata, bën këta, e myllën krejt si thon stacion policie, karabinierëve, krejt e myllën. Kërkojnë në Google po doli po. Pse ç'a boshin ata? E marshin për vete, a si? Po, krejt. Merrshin, qa nuk merrshin. Bllokoshin bardhë ata, Po. gjysmën e shiqin, deklaroshin vetë në gjysmën. Kapshin marrokinën të shit në çokoladë të mrena në i këshu, në ja shash. Pap, fut dajak, merr ata, i bëcën asi letra si gjë, e zbulun ata tjertë, ata edhe e myllën krejt si stacion policie, por që para i vitit, pap, zero. Lego hadhe, ja si thot ky tjetër, ky shoku im, ky kane, këtu thot, edhe në Gjermani e han legon, po normale vlla si se han legon. Sa në Gjermani se di, policia jas, besoj. Po, varet ku je o rush, varet ku je si je. Ja, në Itali është e vërtet, ka ma korrupsion valla. Itali ka shumë biles. Po dhe Gjermania se ka pjesë policës që janë qylaxhia burr. Çfarë do ti? A imagjinoje për ashtu është e vërtet. A imagjinoje për shembull në Itali për i vit një polic
mund të marrë diku ke 20.000 euro rrogë. A kupton? Po. Të gjej ty në koroskota 20.000 euro edhe 15.000 euro të bardh budalla, është e mos më ti marrë ty me ta nik drejt. Po kush ai budall? A kupton? I del rroga një viti ati, vlla. Normal, është i del çatu ti. I dalin 3 rroga ti, në rregull. Edhe Kosovë do të ha lekun, po ku vend që sa ha lekun o bu. Në Kosovën, Shqipëri o burri, Bra, ja thot ky tjetër këtu thot mos ja fut ka thot mënyrë se si ja jep thot, po të gjithë marrin, po normal apo? Un kam 10 vite në Gjermani thot ky tjetri, po lekun e han, po duan shumë, po normal se do vije ty të marri 50 euro ty, e kupton? Normal që do shumë. Pak në t'ja vlej që të rrezikoj t'ja vlej, e kupton? Në Gjermani policia s'besoj valla, Gjermania nuk ka pak korrupsion. Por e ka pak, po e shikon e ka betin e nalt, nuk merret me 100 euro, 200 euro, 500 euro. A kupton? Të zori 30 që në sipër. 20. Po mirë valla, ta bëj ti ke shëtit gjithandaj në Europë. Po, kam shëtit. Po të ka taku ty në i polis të Europian për shembull me bë në i gjanë kështu me të ja, apo vetëm Jo, thjesht me ta drejt me gënjë kot, jo. Në Europë, jo, me të gënjë kot. Po kam dju për shembull tjerë, po kam toleru për shembull me alkoolin. kanë zënë Tolerime për shembull me alkoolin, po, ma kam fal. M'ka pa që që jam pi, ku ke qenë, kam shku, kam hang darkë, them unë. Edhe thot, okej, thot, ti thot ke shtëpia, thot mos lëviz ma, thot se pa shu, thot e hange. Po, me marr lek me ta drejt në gënjej kot. Nuk ka noth, a kupton, unë për shembull nuk kam qenë tip që jam marr me budalliqe me gjana, unë po ça thën tjerë që domethënë çka kam dju nga tjerë se për vete nuk jam marrë me budalliqe me gjana, unë kam punu gjithmonë, që kam marrë të fillim fare, kam pas punu dhe tani punoj për vete, po në punë gjithmonë, punë të rregullt. në Itali ndodhen valla, në Gjermani nuk e dire. Nuk besoj. Gjermani thot, Gjermani jetu rrejt thot se Gjermani as men se çon. Pa mirë valla, jam të rrejt, ha, ç'a them unë ty. Ke 400 vet tu, pyeti këta 400 vet, ndoshta i 30 vet rrinë në Gjermani, pyeti këta 30 vet që rrinë në Gjermani, e shikoj çfarë do të thonë. Po jo, vlla, çfarë do më Tashi bëj? korrupsiona valla është e vërtet, korrupsion ka gjithkore. Duhet me pranu. Po prandaj po them. Nesha na shesin ne o burr, se edhe në Amerikë o burr, ne me bëhet o burr, a mona burr. Si, ja, ke tjetra, thot, një shoqja ime, thot, me $200, thot, i ka dhënë policët, thot, dhe e ka lëçu, thot, me fakte. Kajtë, po normal, Ku? Çfarë veni? $200